tregohet se një zotni nga Azerbajxhani kish ardhur tek Omeri si korrier. Thot mbritën në xhami para namazit sabahut. Dhe gjenda aty një zotni, nuk e njihje. Dhe po i njëjti të cilin e pashën në xhami para namazit sabahut, ishte personi i cili priu në namazin e sabahut. Thotë dhe pasi përfundoi namazi, ky zotnia domethënë shifte që ku që ka i pari vendit për shembull. Dhe u largu, imami u largu, pra, s'kishte për të ne aty vazhdimisht. Dhe pyet dikon, thotë, a nuk del Omeri në xhami? Po pse thotë kush ta fali namazin ty? Se di, thotë. Po ky thotë ishte Omeri. Thotë po këtë e kam pa para sabahut në xhami. Nuk e di thotë se kur e ke pati para sabahut apo në sabah, po ky ishte Omeri. Po ku e ka shtëpinë filan vend? Dhe shkoi thotë tek shtëpia e Omerit radhiyallahu anhu, thotë nuk pash thotë aty rojtar, bodyguard siç i themi ne. Hapi derën vet, urdhna, kam ardhur nga valiu i Azerbajxhanit, zonave të Azerbajxhanit. Bujro, full shtëpi. I thot gruas thotë jetonin dhe kohë të vështira së kohën në Medinë. Ishin quhet ky viti i Zis, në kohën e Omerit ka pas një vit që u quante viti i Zis, do të përmend një ndodhi tjetër, një ngjarje tjetër me Omerin për këtë. I thot gruas vet thotë kam mik, më ka ardhur mik, domethënë përgatit diçka. Imagjino ke shku i pari jo i një shteti do si do, po i një shteti që ka thyer dy perandoritë e botës në atë kohë. Ka thyer persët, ka thyer dhe bizantinët. Dhe ti shkon, ti pret një herë që të shkosh në pallat, ti je në pallat mbretëror. Ai është një shtëpi tepër modeste. Një shtëpi që nuk ruhet dhe pret tani çfarë ushqimi do të serviret. Çfarë më pa? Buk, vajulini, krip. Hapsyte. Ç'është kjo? Thot, mikun e presim me gjonat më të mira që kemi. Kripën e kemi për mikun, se për vete vetëm vajin e ullinit kemi vazhdimisht. Do të thënë këtë e kam lënë për mikun, e ruaj për mikun. Dhe pasi e konsumojnë atë mëngjesin së bashku, vallahi të vjen turp ka herë me i tregu këto gjona vëllezër, për atë Allah. Të vjen turp me i tregu. Po nuk i kanë arrit gradët që i kanë arrit, nuk i kanë arrit kot, për atë Zot. Nuk i kanë arrit kot. I kanë arrit me mund, me sakrificë. Thot pasi përfundojnë, thot pa shtot filani atje. Mirë, thot ka dërguar dhe i dhuratë, domethënë ty. Çfarë ishte dhurata? Ishte një lloj ëmbëlsire që u bëjte vetëm për mbretër. Thot Omerit ka dërguar dhe këtë dhuratën. Po a gjithë muslimanëve thot u ka çu gjithë muslimanëve të Medinës? Po jo, thotë ai, që gjithë muslimanëve, kjo bëhet vetëm për personalitetet veçanta. Po a do me më provoku mua ai apo si e ka hallin? Do të thënë për çfarë e ka bë? Merre këtë thotë se nuk ka nevojë Omeri për tilla ushqime, po çoje në xhami atje ku janë nevojtarët, pastrehet, se janë të pangrënë, çoje të hanë ato. Dhe ashtu ndodhi.